Qytetarët e Kërçovës vazhdojnë të përballen me rrugë të dëmtuara dhe të mbushura me gropa në disa lagje të qytetit, një problem që prej kohësh po shkakton vështirësi në qarkullimin dhe dëmtime në automjetet e tyre. Banorët shprehen të revoltuar nga neglizhenca e institucioneve dhe kërkojnë nga komuna e Kërçovës që të ndërmarrë sa më shpejt masa konkrete për sanimin e rrugëve të dëmtuara. Megjithse ankesat e qytetarëve kanë qenë të vazhdueshme, deri më tani nga komuna nuk janë ndërmarrë hapa për mbushjen e gropave apo riparimin e segmenteve problematike. Përpasoj, me kalimin e kohës, gjendja e rrugëve po përkeqësohet edhe më tej. Qytetarët presin që autoritetet komunale të reagojnë urgjentisht dhe të ofrojnë një zgjidhje për këtë problem, i cili po ndikon drejt për drejt në sigurinë dhe përditshmërinë e tyre.